Ndër destinacionet më të preferuarat që një kohë të gjatë mbetet qyteti i Gjakovës. E njohur për arkitekturën tradicionale dhe trashëgiminë kulturore, një turist nga Kanadaja tregoi për pjesën e këtij qyteti që pëlqen më së shumti. Deri tani qashia madhe ka qenë shumë e bukur, gjithashtu njerëzit kanë qenë shumë mikpritës prej se kemi ardhur në Kosovë. Por njerëzit kanë mbetë pjesa ime e preferuar. Ai tregoi edhe arsyen se pse zgjodhi të vizitojë Gjakovën. Ne jemi në një udhëtim me biçikleta dhe jemi duke udhëtuar në të gjithë Ballkanin Mesatar. Ne erdhëm nga Shqipëria dhe dëgjuam që Gjakova është një qytet i bukur në të cilin do të qëndrojmë 2 ditë nga 3 ditë në total se jemi në Kosovë. Patriku disa fjalë i kishte edhe për ushqimin. Tani jemi duke shkuar për të drekhuar dhe e di se çfarëdo që të zgjedh për drek do të jetë mirë. Këta turist kanë nisur udhëtimin me bicikleta nga Ballkani Mesdhetar që përfshin skajet jugore dhe perëndimore të Kadishullit Ballkanik, të cilat lagën nga detet Adriatik, Jon dhe Egje, duke përfunduar udhëtimin e tyre në shtetin e Gjeorgjisë.